Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Fillojmë pa humbur kohë me recetën e radhës. Në një tigan do shtojmë 3 lugë gjelle vaj ulliri, 4 speca të kuqe ose jeshile si të dëshironi. Unë i kam vendosur edhe të kuqe dhe jeshile. I skuqim mirë në të gjitha anët. Pasi janë skuqur, i largojmë me një anë, po aty do shtojmë 10 gram gjalp ose një lugë gjelle. Dhe pasi ka shkrirë plotësisht, do shtojmë një qep të prerë holl dhe do vazhdojmë ta skuqim në temperaturë të ngadaltë derisa të marrë pak ngjyrë të artë, por jo të digjet. Pasi është skuqur, 2 domate do t'i presim në rende, nëse nuk ju gjenden pasi nuk jemi në stinën e tyre, mund të vendosni konservë domateje, pure domateje ose salcë domate. Por me domate merr një shije më të mirë. Do vazhdojmë skuqjen. Pasi kanë arritur në këtë formë, do shtojmë 2 thelpinj hudhër, krip dhe gjysmë gote ujë. Do t'i gatuajmë për pak në zjarr të ngadaltë derisa të krijohen në formën e një salce të trash, si kjo që tregohet në video. Do vazhdojmë me djath. Unë kam përdorur 5 trekëndsha djath të shkrirë, e përzijem derisa të shkrijmë plotësisht djathi dhe do të na formohet në këtë mënyrë që po shihni në këto momente. Pasi është gati, specat i pastrojmë nga lëkura dhe i kthejmë në tigan. Pasi kemi vendosur specat, i lëm për pak sekonda në zjarr të ngadaltë sa të lidhen shijet. Sipas dëshirës mund t'i shoqëroni edhe me pak majdanos të freskët dhe i keni gati për t'i shijuar. Nëse ju pëlqeu kjo video, mund të lini përshtypjen tuaj në koment dhe mund ta përgatisni në shtëpi për familjen tuaj, pasi shija e saj nuk do ju zhgënjej. Nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë të cilat i përgatis për familjen time. Faleminderit që më ndiqni dhe bashkë do dëgjohemi në recetën e radhës.